Kryeministrit pasi kemi funduar palatën e sportit. Ju falenderoj sepse një godinë e filluar ndërtimi rreth viteve 78 e funduar në 83-shin, që për asaj vite nuk ishte bërë, pothuaj ishin bërë ndërhyrje të vogla, por jo ndërhyrje totalisht rinovimi i palatës së sportit. Kemi filluar me punët e Bashkisë Zirokastrës, gjithë hapësirët të rreth palatës së sportit, për të bërë funksionale. Ndërkohë, e rëndësishmja nga të gjitha është së bashku me Kokshin ne kemi filluar aktivizimin e klasave sportive. Përveç volejboll, futboll, sot që po flasim po bëhet kampionati kombëtar i moshave të ping-pongut. Janë të rinj dhe të reja nga gjithë vendi që po bëjnë një nga aktivitetet e radhës. Ndërkohë edhe hapësirat ndihmëse dhe mbështetëse të palatës së sportit duke vënë shërbim. Klasa e parë është dhe ambientet e para janë në shërbim të mundjes. Ndërkohë në vazhdim kemi një grup kickboxing. Klodi, një djalë nga Libova në fakt, jeton në Zirokastër, i thirr nga Japonia dhe që ka bërë një grup për më shumë se 70 fëmijë të qytetit, të cilët do të shohin që janë duke zhvilluar një nga orët sportive. Ne kemi bërë gjithë gjyrat, e ke ndjekur në dhe unë falenderoj sepse e ke ndjekur gjithë punimet dhe ngjyrat, qoftë pikat e verdha që i ke kërkuar, i ke aty tek pjesa e koshit. Është një nga aktivitetet, në fakt është bërë jo vetëm për aktivitetet kombëtare, por edhe për aktivitetet ndërkombëtare. Janë gjithë praktikisht është pallati më i mirë tani, edhe basketbollistët e përmetit keni bërë peshin ose lati por i nuk Ke një klasë nga përmeti sot në fakt. Gjirokastra për fat të keq nuk kemi akoma klasë sportive ping-pongu, por kemi kickboxing. Aktualisht menaxhon, po themi, dhe këtë vënë shërbim të palatës së sportit për të ngritur gjithë klasat sportive. Kemi formuar akademinë e karates, ky është profesor Klodi, të bashkëpunoj në Japoni për 2 vjet. Është nga Libova në Zirokastra dhe është rikthyer dhe ka bërë një mrekulli. Mirë duket. Filluan sportin Klodi ka patur palestrën e vet, ne kemi ofruar si bashki, edhe përfaqëson luftëtarin tashmë edhe me kickboxing. Jo faleminderit Klodi që vërtet një shumë të 70 fëmijë që sportit po thuajnë trajnohen edhe na përfaqëson dhe insisht edhe në jo vetëm në arenën kombëtare, por edhe po marrin pjesë për kombëtarin, në Evropë, të fituar shumë mirë tani kam isen, nuk kam qenë në Shqipëri 5 herë. Edhe në Zvicër në amatorëve në kampionat një kampionat në Zvicër. Sa vjeçe? 14 vjet, ani kam. Si jeni? Vjen nga përmeti? Kush nuk ka përmeti? Pse dhe vjen nga përmeti? Këto janë nga Gjirokastra? Jo, kemi ping-pong. Si jeni, mirë? Të kuj shkollë jeni? Hoxhi. Si vështë uniformën në skuadrë? Kjo është? Kjo është e sipër me, okej, është grupi. Bukur uniformën, da? Bukur uniformën, da? Okej, jeni mirë? Mirë. Si mirë? Jeni të parët apo? Të parët apo keni në një shkollë tjetër më mirë? Me kë ndeshën një? Mirë. Ata e një odo? Hajde, paka shumë. Jo, paka shumë s'ka. O fitoni ju, o fitojnë ata. S'ka paka shumë. Feministët nuk kemi patur, edhe ambientet nuk kemi patur, aktualisht tash përveç palatës së sportit kemi ndërhyrë edhe në palestra. Si jeni? Si shkoni? Si dukesh ti? Basketbolliste jeni? Si e kemi? Ajo le pak kanë bërë një punë fantastike, edhe pjesën e Julies, edhe i ka qenë thjesht punoj sepse ne është në qendra fiksi.
Dhe ishte dashur shumë kohë gjatë, ka qenuar më shumë se 2 muaj Gjirokastër për gjithë pjesën tonë. Ka dalë shumë bukur. Dhe nëse e shikon nga pazari, tu ke gjithë godinat, po të shohësh gjithë godinat e godinat e para pas 90, është vetmja hapësirë që edhe zbukuron edhe